Pozita e Mirditës, Shales e Shoshit në shtetin Osman. Gjatë gjithë përjullës së sundimit Osman në Ballkan, qeveria turke nuk mundi të nënshtronë disa vise malore, të cilat përmenden në histori dhe në literaturën e huaj si vatrat e fuqishme të qendresës në Shqipëri. Mirdita dhe Dugagjini njihen si dy treva tipike që nuk paguanin taksa detyrimes si vendet e tjera. Këtë e vërtetojnë dokumentat zyrtar Osman, që nuk mund të dyshohen si mungesë vërtetësie. Pushtuesit Osman nuk janë pajtuar me parimet e këtyre vatrave të lira në malsinë e Shqipërisë Veriore. Prandaj nuk ka asnjë akt zyrtar të shkruar që vërteton autonominë e Mirditës dhe aq më tepër për viset e malsisë së Dugagjinit. Është plotësisht e dokumentuar se pushtuesit Osman e mbanin Mirditën dhe malsinë e nën bajrakëve të Dugagjinit të rrethuar, duke i zënë të gjitha shtigjet e hyrjes e daljes, duke i mbyllur të gjitha tregjet. Mirdita si kusht për ruajtjen e autonomisë në luftën turko-venetine me 1696 dërguan një kontingjent trupash në ndihmë të forcave turke dhe këtë privilegj Mirdita si do të haronin në këmbim të dërgimit të kontingjentëve të armatosura në luftra që do të bënte Perëndoria. Është fakt që Bib Doda, babai i Preng Pashes, me 1884 ndihmoi kryeministrin turk Reshid Pashën për të shtruar Toskërinë. Gjithashtu Doda shkoi me 2000 Mirditas kundër Malit të Zi për krah Ymer Pash Farukut. Në luftën ruso-turke të vitit 1853, Mirditas i rreshtohen kundër Rusisë. Pas vdekjes së Bib Dodës, i biri i tij vetëm Preng Biba u arsimua në Stamboll dhe mori detyrën e Kamjakamit dhe gradën e Pashait. Preng Pasha, i vetmi pasha katolik shqiptar, një figurë komplekse kontradiktore që ka kaluar nga kumbaria në armiqësi me Osmanet, nga vasaliteti në rebelizim, për të cilën është nënshkuar më së një herë. Mirdita vinte e treta në hierarkinë Osmane të vilajetit të Shkodrës. Të parët ishin bushatlinjët, sunduesit e Dobhanes që thuhet se rrjedhin nga gojani i Mirditës së islamizuar dhe të devotshëm ndaj politikave perandorake, me përjashtim të Kara Mahmutit. Hoti ishte i dyti ndër të gjithë malet e vilajetit dhe për këtë ofiç bajraktari i tij pranoi të ndryshojë fen, ndërkohë që i gjithë bajraku mbeti katolik. Turqit nuk arritën dot t'u ndryshonin fen hotianëve, të cilët nuk u shtrëguan dhe as nuk u joshën dot. Turqia gjithashtu kishte interes të i kishte si mburoj ndaj pretendimeve malazeze që lakmonin toka shqiptare, tashmë në zotrimin Osman. Mirdita vinte e treta, e cila kishte luftuar për turqit në të gjitha luftrat e zhvillura, ndërsa Dugagjini vinte i katërti në këtë hierarki dhe natyrisht Shala, si bajraku më i madh, më potent, njihet nga administrata turke si krye bajraku i Dugagjinit. Pushtimi Osman pati pasoja fatale për Shqipërinë. Pozita pa privilegjuar e Dugagjinit në vilajetin e Shkodrës ishte shprehja më e mirë pa nënshtrueshmërisë së kësaj treve ndaj pushtimit turk, që në krahasim me Mirditën ishte akoma me rebele. Dugagjinësit kanë luftuar për krah Kara Mahmud Bushatliut në aventurat e tij ushtarake, sepse ky ishte i vetmi Bushatli që i përkrahu katolik malsor dhe luajti bukur me legjendën e Mirditës, Shales së Shoshit, duke përdorur si karakter në favor të vet, kur mburrej me origjinën e tij mirditore. Të vetmen tentativë që bën turqit për t'i rekrutuar më të mirë Dugagjinësit si ushtar të zot në ushtrinë e tyre, ishte përpjekja për t'i bindur bajraktarët e Shales, Shoshit, të shkruanin ndjem të tyre me rrogë, pa shërbyer asnjë ditë në ushtrinë osmane.